Golden G, emri i vërtetit të cilit është Ariana Gushi, është një nga reperët më të njohur dhe më jetëgjatë të skenës muzikore shqiptare. Ai njihet gjërësisht për tekstet e tij me motive të forta patriotike, fetare dhe sociale, duke krijuar një profil unik që ngjall diskutime shumë të mëdha. Deklarata e tij e fundit te jetë rënditse se ai ka kontrolluar familjen e Nuses për tradhtar të UDB-s para se të martohej, ka ndezur rrjetin dhe po merr për masat e reja të frikshme. Për ata që nuk e din, UDB-ja ishte policia sekrete e ish-Jugosllavisë dhe të qenit pjesë e kësaj force nënkuptonte që ti ishe spiun apo bashkëpunëtor që tradhton popullin për llogari të regjimit serb. Para se të martohej, reperi ka kërkuar nga persona të besuar që të kontrollonin familjen e gruas së tij. Nëse do i binin në dorë dokumente që kompromentonin familjen e gruas me UDB-n, dasma do të anullohej. Zarfi i zi në mesnatë. Flitet se vetëm 2 ditë para dasmës, Golden G ka pranuar një zarf të zi pa emër, brenda të cilit ndodheshin dokumente të vjetra dhe të koduara të viteve 90. Dasma në fije të perit, ceremonia u pezullua në heshtje të plot për 24 orë, derisa njerëzit e besuar të reperit të verifikonin nëse ndonjë prej tyre lidhej me familjen e Nuses. Megjithatë, ky mister nuk mund të kthehej në një tragjedi mediatike dhe mori një kthes krejtësisht tjetër në momentet e fundit. Pas orëve të tëra kërkimesh, të gjitha dyshimet eran poshtë dhe dokumentet rezultuan të pastra, duke vërtetuar se familja e Nuses kishte të kaluar të ndershme dhe të paprekur nga tradhtia. Sot, dyshja jeton një martesë të lumtur dhe të konsoliduar, duke treguar se dashuria dhe e vërteta triumfuan mbi çdo hije të kaluarës.